këtu, prej kësaj banese, në qoftë se ju kujtohet, kanë pas këtu të Hekurudha. Ja 2 sulme kundër policisë kanë qenë, ja 2 herë të vramë, ka 2-3 politë serbë. Në atë aksion? Po të nesërmen Ramiz Ladrovci ka orë për të njëjtës banesë ka incizue dhunën që ushtronin serbet nga kalimtarët e Pafaj. Nga banesa? Nga banesë, e njëjta banesë, djalit Hoxhës, Xhezair Mehmeti quhet djali i Hoxhës, ka incizu Ramiz Ladrovci këtu te udhkyqi ku kishte ndodhur aksioni. Unë kujtoj në të njëjtin vend 2 herë, në 93-ën janë godit forcat e policisë serbe, ka 2-3 nuk i kemi nuk. Unë personalisht s'kam qenë në aksion. Por e di kush kanë qenë edhe di që kanë kryer një punë madhe atje. Çashtu kanë thonë media, unë nuk e kam pasur se s'kam qenë këtu. Por çka di? Të nesërmen e asaj dite, unë kam pas një magazin në mes të Skënderajt, Vushtrrisë dhe Drenasit, në fshatin Prellëft. Të nesërmen në mëngjes ka ardhur Hashim Thaçi aty, ka netën, edhe në mbrëmje kur u ktheva në për punëve të mia, më kërka jam qanë deri në vështrim me vetur se jam me të kom. Ty tha? Po, veç balë të kishë pas shpinën. Unë nuk di ka qenë, as ka qenë, se kam idenë, as su ka thonë kur, kam qenë ose s'kam qenë, as se kam pyet kur, për shkak të rregullave konspirative, nuk kam dashur me ditë gjëra. Gjithçka ishin në fshetësi. Po pra, Për që ju po e dini që ata nuk po... Ja, ata vepronin. Po vepronin dhe kishin një qëllim. Që ta ndalojnë tiraninë e Serbisë së dhunshme të Miloševićit. Edhe përgatiten për luftë. Përgatiten për luftë. Nuk ishte kthim. Sepse mos kishte asnjë zgjidhje tjetër.